Partia Demokratike i është drejtuar me një kërkesë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për t'i vënë në dispozicion dokumentacionin lidhur me procesin e votimit nga diaspora. Kërkesa është firmosur nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, i cili konstaton disa pika. Pika e parë lidhet me dokumentacionin juridiko-ligjor që vërteton se çdo emigrant i regjistruar në platformën për ka marrë dhe dorëzuar zarfin personalisht, ka firmosur vetë dhe ka paraqitur mjet identifikimi. Së dyti, Partia Demokratike kërkon numrin e fletëve të votimit, zarfeve të diasporës të papërdorura, vendodhjen aktuale të tyre dhe kushtet e sigurisë. Kërkojmë rekomandimin e inventarit të këtyre zarfeve në çdo fazë të procesit, zarfin, dorëzimin tek DHL-ja dhe gjendja faktike e tyre sot të mbështetur në dokumentacion provues të plot. Në pikën e tretë, Partia Demokratike kërkon numrin e fletëve të votimit të diasporës të vulosura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por ende të papërdorura. Së katërti, Partia Demokratike kërkon numrin e sasisë së zarfeve të papërdorura A dhe B, si dhe vendodhjen e tyre aktuale. Së pesti, kërkohen se zarfet janë dorëzuar tek DHL-ja, sa janë kthyer pas si të parregullta, për të marrë në administrim shpërndarje nga kompania postare, si dhe ato që janë kthyer nga DHL-ja pas dorëzimit dhe marrjes së zarfeve nga votuesit emigrant. Partia Demokratike kërkon gjithashtu procesverbalet mbi gjendjen numerike dhe fizike të dërgesave postare të DHL-s, ka raportuar në zona doganore dhe ka administruar në ambientet e dedikuara postare. Kjo pikë parashikon dhe informacionin nëse ka pasur ndërhyrje në ndonjë rast nga ana e autoriteteve doganore apo policore mbi zarfet, që në nisje të procesit të numrimit të votave të diasporës, Partia Demokratike kërkoi ndarjen e zarfeve që vinin nga Greqia, pasi pretendon për parregullsi.